Në 16 mars të vitit shpëtimtar 2020 predikues si fjalës hyjnore dhe bartës i një përvoje të pakur. Në fund të shekullit 20, kur Kisha Ortodokse, se gjithë komunitetet tjera fetare të vendit, u gjetë krejtësisht e rënuar dhe ringritja e saj duke një mision i pamundur. Por përsëri, Perëndia dërgoi një tjetër person të ndritur, të pajisur gjithashtu me talente të shumta, kryepiskopin Anastas. I cili e bëri të mundur rindërtimin e saj. Në vizionin e tij, ndërtesat nuk ishin një qëllim në vetvete, por vetëm një mjet për të realizuar veprën shpëtimtare të Kishës. Predikimi i tij publik dhe privat ka qenë gjithmonë dashuria dhe respekti për çdo qenie njerëzore, duke përhapur një frym pajtimi dhe falje brenda Kishës dhe me gjërë, frym të cilën duhet ta ruajmë e ta vazhdojmë. Ju duroj të shkon të shenjtë marinor